në të kaluarën e kemi përdorur ndoshta pak më tepër pjesën e projektorit e kështu, por që e kemi pa që projektori merr shumë kohë derisa vendoset video, derisa bëhen ato gjëra tjera përcjellëse që i ka. Kështu që ato e përdorim vetëm në momentin që kemi me tregu ndonjë slide, siç është për festa të ndryshme ose nëse kemi me pa ndonjë sekuencë të ndonjë filmi ose kështu, në mënyrë që fëmijët paktën në shkollë të jenë larg teknologjisë, por që kur është e domosdoshme e përdorim ata. Po. Sa mendon mbas të përvojës edhe të kontaktit përditshëm punës me fëmijë dhe me prindër? Sa mendon që duhet me qeni përfshirë prindi jo në procesin mësimor, po në bashkëveprimin me mësimdhënësin? Për shkak se ka njëherë, për shembull tash po flas në cilësinë e prindit, ka nana që qëndrojnë të shkolla, kam një përshtypje, edhe ka të tjera që ndoshta qëndrojnë më të distancune, mirë po në një distancë që të paktën unë jam e tillë, qëndrej pak e distancune, në kuptimin që kur kam diçka shkoj, nuk kam nevojë me hulumtu ose me ditë më shumë se cila mendon që është mënyra më e mirë e bashkëveprimit prindit, deri në çfarë niveli duhet me pas? Atëherë që tha edhe ti, e rëndësishme është gjithmonë të arrihet balanci. Do të thotë gjithmonë në bashkëpunim me mësuesin, por vetëm atëherë kur është e nevojshme. Në mënyrë që të evitojmë atë pjesën ku fëmia njihet ndoshta shumë rahat në praninë e prindrit, edhe mandej lind ajo situata që ndoshta merr edhe pak si shumë siguri nga ai edhe bën ndoshta diçka që nuk është shumë e përshtatshme për ambientet shkollore. Po ashtu edhe nëse arrijmë shumë të distancuar, atëherë do të thotë fëmia mendon që është i neglizhuar për prindërit vet, kështu që duhet të arrihet një mesatar mes këtyre dyave në mënyrë që fëmia të jetë i sigurt, ta di që e ka dikë për krahje, por në të njëjtën kohë të mos ndihet edhe në atë formën që mund të bëjë gjithçka pasi ka prindërit afër vetes. Po, e qyshme, so shpesh duhet me pas prindi komunikim? A vlen komunikimi i njëjtë për gjithë prindërit, apo ka specifika mbas të fëmis, apo si qëndron? Besoj që fëmijët mbas specifikave të fëmijës duhet më u arrit edhe kontakti me mësuesen. Por që në momentin besoj që secila mësuese në momentin që e shet që fëmia ka ndryshuar, nuk arrin domethënë të nxësi më parë ose nëse e shet që detyrat e shtëpisë po mungojnë, jo vetëm një herë, por disa herë radhazi, atëherë normal kontaktohet edhe me një herë prindi i fëmijës në mënyrë që të evitohen këto gjëra. Por në momentin që fëmia është rrjedhimisht në rregull me mësime, me sjellje, nuk besoj që është e nevojshme që prindi të jetë aty tërkohës, në mënyrë që të jetë fëmia i lirshëm, të ndihet i sigurt se nuk është të bëu diçka, se zakonisht edhe fëmijët e kanë atë frikën që kur thirret prindi mos ka bëu diçka.